Selamun alaikum musliman. Po mëno me sot me kallzu se qysh me marr vudu, qysh me marr avdes me lejen e Allahut azza wa jall. Për fillimit po thamë musliman ti nashta e ke mësu diçysh në ryshe, nashta e ke nipe diku në ryshe. Ajo që po mëno me sot, po mëno me mu bazu shumë në hadithet e Rasulit alayhi salam që mos më na thon dikush për juve ditën e gjykimit ke thon çështo. E kur thojnë çysh ka thon Rasuli alayhi salam, flajnë është lirë me lejen e Allahut azza wa jall. Do më thonë, në qofë se ke mësu në ryshi, ose të ka thonë dikush në ryshi, ai që të ka thonë të ka në qafë ditën e gjykimit, nëse të ka mësu haj ilumi ai për veti, e nëse të ka mësu shartë Allah azza wa jall na falë neve dhe ata. Ajo nuk është tema jonë. Na po mëndomi sa ma shkurt, sa ma qartë me folë se qysh me marrë vudu me lejen e Allahut azza wa jall. E para që ka po thama musliman, unë ju mull këto, por më ju kallzu juve se qysh me marrë vudu, qysh me marrë avdes. Po thojna kushtimisht mora avdes, tash të kryj avdesi. A moj më falune me qëta avdes? Po thojna e kryjt avdesin. Unë ju mull më ju kallzu juve se qysh me marrë vudu. Mora vudu. A moj më falë me qëtë vudu? Jo, kë nuk është vudu. Pse? Se unë ju mull për me marrë vudu, për me të kallzu ty se qysh me marrë vudu. Do me thanë, njeti jam qëllimi jam u kanë me të mësu ty se qysh me marrë vudu. Edhe nashta ja kom arrit qëllimin të kom mësu ty se qysh me marrë vudu. Ama për vetes kom pas vudu, për shkak se nuk e kom pas qëllimin, niyetin për me marrë vudu. Do me thanë, për me mujtën e më falë me këtë vudu që e mora, me këtë avdes, do të me pas niyetin vete që edhe po të kallzoj ty, po edhe për veti kam vudu edhe moj më falë tani me këtë vudu, tani është në rregull. Do me thanë, pej gjanove të para do të me pas qëllimin për me pas vudu. Kjo është e para. Ama në shumicën e rasteve njerëzit e kanë qëllimin për me marrë vudu. Kur kush nuk vjen më ul këtu për me marrë vudu. Përveç qysh tash ndodh si ky rasti që ulesh me këtë udikojna ose ndodh që nuk e ki njetin. Ama në shumicën e rasteve e ki njetin elhamdulillah, domethënë mos u shqetëso për këtë se shumicën e rasteve njetin veç e ki. Gjaja tjetër fillon me bismillah. Kështu na ka mësuar Rasuli alayhi salam, me fillu me bismillah. Te këtu të qartë. Tash po fillojna me praktikë se qysh me marrë vudu. Ajo që i këshilloj muslimanët është me mu përgatit për vudu para se mja fillu me marrë vudu, për shkak se harxhon shumë ujë. E kjo nuk ban te musliman nuk guxojnë kur me harxhu ujë. Thu bismillah. Kur me thon bismillah, apo thojna këtu bismillah se për shkak se jena me një vend ku nuk ka banjo. Nuk ka WC. Nëse hen me marrë vudu me një vend ku ka WC, atëre thu bismillah para se me hi. Edhe doan e thu masi që ke dalë, ma herë me lejen e Allahut azza wa jall. Ama na po thona këtu bismillah për shkak se nuk jena në banjo ku ka edhe WC këto. Atëre fillojna me lejen e Allahut azza wa jall. Do të thonë ka thon bismillah, edhe elshanuin, shif. Kaç mjafton realisht. Edhe e lën kaq të rrjedh. Po në qofë se e nalë, mas çdo veprimi edhe ma herë, ke ba. Shifo musliman, fillon me i la durët. E fillon gjatën, e lanë prej gishtave, ki kujdes edhe mes gishtave është sunne, me lanë mes gishtave, penali për shkak se ka mundësi me bashurëm, edhe i lanë deri këto. Kujdes deri këto, i lanë durët, një herë, dy herë, edhe tretën herë. Do më thënë, i lanë 3 herë durët. E krytu me durët, i ke la 3 herë durë. Tash e mush ujë edhe shif. Që ku mush ujë, e len pa gojën qel edhe e ban. Qështo? Qëre? Në gojë edhe në hunë shtin për me njëherë. Qëre? Edhe e pasron me dorën e majtë. Ke pak shumë ujë, ke pak ujë, po menoj? Tash qëre dhe herë. Për me njëherë. Gojën edhe hunën. Sa herë? 3 herë. Tash ka mësi me thonë dikush, unë e baj damaz, unë e daj një herë e laj gojën, të një hunën. Kazova, unë sot po mënona më bazun hadithet e Rasulit alayhi salam, e ty nëse e ban ashtu hajrë, nuk po thamë që nuk është në rregull. Unë po mënona me ta kallzu një formë. Kështu që mësoj to me lejen e Allahut azza wa jall. E krytëm gojën edhe hunën, do të thonë me dorë gjatë e shtinujt, në gojën e hunë, me dorë të majt e pastron. Tash e pastrojna fytyrën. Ka njerëz që bojnë kështu. Shif. Se qështu? Kjo është gabim. Por shkak se fytyra musliman është pejtuet.
prej flakëve deri këto. Edhe prej këtuhet deri këto. Shifte kjo e veshit. Do më thanë, por me pastru ftyrën e mushuj kështu, edhe i pastron shif gishti i madh me arkteret e veshit këtu. Edhe e pastron deri këto. Një herë, dy herë, edhe ki kujdesshëm me shku deri te veshja. Edhe monësh edhe me shku në durt, nuk do me thonë që gjithçysh do të me pas ujë në dur, monësh edhe me kështu, po monësh edhe me ujë. Ma herë për me mbulu krejt ftyrën pak ujë për me kanë sigurt që ka mbulu ftyrën krejt ujë. Kështu? Edhe deri këto. E qartë, e kaluam edhe ftyrën. Tash dojna mi pastru durt. Tash do të mi pastru durt prej këto deri këto. Gjithçysh me kalu bryli me kanë i pastrum. Ka njerëz që i pastrojnë, mirë po fillojnë piktuit. Shef, piktuit fillojnë. Kjo është gabim. Ti guxon me fillu piktuit deri këto, ama edhe kjo pjesë do të më la. Do mënesh me fillu prej këto deri këto, ose prej këto deri këto nuk luan rol, ama nuk guxon prej këto deri këto. Jo vetë kjo pjesa, edhe kjo pjesa do të më pastrum. Janë dy forma. Njëna formë e lëshon ujin kështu, edhe shkon të la deri ka. Edhe të majshën në ujë, edhe e ke pastru një herë. Kjo është njëna formë. Forma tjetër që dhe o preferoj muslimanëve, e qesin ujin pak kështu, në dorë, shef, edhe tani fillan. Kështu mirë është një, deri këto, edhe deri ka, edhe kthehesh. Dikush ka mundësi me thonë dy herë. Jo, kjo është një herë. Veç se unë po kam kujdes që më pastru, më lag çdo pjesë e dorës. Do më thonë një herë, tash e dyta, deri ka, deri këto, edhe e dyta, edhe e treta. E djatën. Tani fillojmë me të majtën. E qartë, por muslimanët e dinë që është mirë me fillu me djatën gjithmonë. Po nëse fillojmë me djatën, me të majtën nuk ka të keqe. E para, deri këtu, edhe e dyta, edhe e treta. Edhe mes gishta nëse i pastron një herën e dytë, është hajër me lejen e Allahut azza wa jall. Tash i krytëm durt. Tash kena mira mes kokës me pastru kokën. Kokën më është me pastru. Forma më e mirë që është përcjell më shumë ti për Rasulit alayhi salam është kjo. Shif, i kam durt veç i kom lag pak. Nuk kam ma ujë kështu. Veç i kom lag pak, edhe fillon kështu. Fillon prej këtu, kështu. Shkon edhe kthehesh. Çka? Shkon edhe kthehesh. Domethënë, fillon prej këtu edhe knina. Nëse je shumë përgut edhe ja bën me kështu, lejohet me lejen e Allahut azza wa jall, ama më e mira është kështu. Krejt. Po nëse ki dorën e lidh e ke vrarë, edhe ja bën me njërin dorë, nuk ka të keqe me lejen e Allahut azza wa jall. Ai që po duhet është më kallzu. Tash unë pe përsëris edhe një herë. Kokën do të vesh një herë. Unë pe përsëris për me bën një veprim tjetër. Do kokën do të vesh një herë. Unë pe përsëris edhe një herë. Për me tregu edhe diçka tjetër. Shif tash edhe një herë. I laga durt, edhe po du mi ra mes kokës. Ja bëj kështu. Një, edhe kthena. Tash, durt i kam halat lagta. Shi që ka bëjt është ti? Gishtin tregus e vendos, e pastron veshin, me gisht madh e pastron për mas. Në dy anë, kuptohet. Me të njëjtën ujë, nuk ki nevojë me marrë njerë. Po nëse merr edhe njerë, hajrë, nuk ka të keqe. Mirë po mënesh me të njëjtën ujë. Me të njëjtën ujë. Kokën edhe vesht. Tash i pastron durt, edhe i lajna kant. Fillojna me djathtën. Tash, apet ki kujdes që mu pastru edhe mes gishta, edhe fillojnë prej këtu, prej fillimit, kant prej gishta, deri këtu. Domethënë deri kjo pjesë do mu pastru. Deri këtu. Një herë, dy herë, nëse e pastron kamën e djathtë me dorën e majt, është më hajër. Nëse i nimon me djathtën nuk ka, kur gjatë keqen ta. Po edhe nëse je në pozitë që do të me pastru se je në kam ka njerë i arpi punë, se je shumë bjen me marë, e pastron kamën e djathtë me dorën e djathtë nuk ka të keqen ta, me lejen e Allahut azza wa jall. Do dyta herë, edhe shef ujin, vazhdimisht po kam kujdes me ujin që mos me harxhu ujit, edhe treta herë. Tash për shembull në pesho pak më kanë me do cukle, thamë në qera pa në ta. Qa më bo me këtu? Kur gja musliman? Nuk është dini
Kështë të në prit, Allah me në dënu. O me jetë pak ja qëtë pak uje e pasran. Ku që nuk ka të keqe. Ose ke marrë vudu, po që e ke shti ujtë në hunë, pak të kanë metë dhe pak hunë pa i pasru mirë. A banë mi pasru? Banë mi pasru, ma sa një nësë ka të keqe, kur gjatë. Më thanë, mos e komplikoni fenë. Kamën e djatë, tash kamën e majtë. Edhe, njëherë, deri këto. Edhe, dy të herë, ki kujdes deri këto. Deri të zogi kamës, të manë, e mbulon zogin e kamës. Kështu, dy të herë, edhe tre të herë. O kry. Tash, në fund është një doa, ka thonë Muhamedi alayhi salam, ai I cili merr vudu, edhe thot, ashhadu an la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluh, I hapën 8 dyert e xhenetit, hin xhenet në cilën derë për tyne që dalë. Kjo është sunne. Doaja më e vërtetuar që thuhet në fund është kjo. Ka edhe doa tjera, doaja më e saktë është kjo. Tash edhe një herë, për fund po them. Këto çka I banëm. Për shembull, ka thënë Muhamedi alayhi salam, ai I cili flan me vudu, edhe I del gjumi natën. Edhe e lut Allahun azza wa jalla që ato momente ja pranon Allahu doan. Ose je në punë, edhe I shkon xhuma, I je vonu. A ka në formë qysh me marrë shpejt vudu? Po, ka. Çdo veprim prej tyne e ban kanë herë.